U dërgua në shtëpi me antibiotik për një infekcion në vesh, 21 vjeçari vdes pasi u diagnostikua nga një sëmundje e rëndë. Simptomat e Taylor Morton filluan si dhimbje veshi, përpara se ana e majtë e fytyrës të mpihej papritur dhe ai të kishte vështirësi në ecje. Artisti 21 vjeçar nga Bedford u diagnostikua me një infekcion në vesh në spital dhe u dërgua në shtëpi me antibiotik, por ilaçet nuk bën asnjë ndryshim dhe gjendja e tij u përkeqësua shpejt. The Sun shkruan se ai filloi të sëmurej dhe humbi funksionin në të gjithë anën e majtë të trupit të tij. Familja e çoi sërish në spital ku një skanim CT zbuloi një lezion në trurin e tij. Më pas i ri u dërgua në një tjetër spital, në spitalin Addenbrooke në Cambridge, ku një biopsi e diagnostikoi atë me glioblastoma të gradës 4, një lloj kanceri të trurit të avancuar dhe agresiv. Mjekët i thanë Taylor se ishte shumë i sëmur për t'u nënshtruar trajtimit sepse trupi i tij nuk do të kishte që ta përballonte. Isha shumë e zemëruar dhe e mërzitur që nuk e kishim zbuluar më herët se ai kishte një tumor në tru. Padyshim mendoj se mund të ishte bërë shumë tepër për të. Na thanë se Taylor nuk mund të merrte asnjë trajtim sepse trupi i tij nuk do të kishte qenë në gjendje ta përballonte atë. Nëse do t'ja kishim zbuluar më herët, ai ndoshta do të kishte pasur mundësinë të bënte kimioterapi. Të paktën do të na dukej sikur e provuam, ka thënë motra e tij, Ella Morton. 19 vjeçaria ka shtuar se ajo që i ndodhi Taylor ishte një përvojë kaq traumatike dhe nuk dua që askush tjetër ta kaloj këtë. 21 vjeçari vdiq në 25 mars, vetëm 4 javë pasi u shfaqën simptomat e tij të para. Ati ju tha se kishte marramendje dhe i dhanë ilaçe kundër të vjellave, por nuk ndihmoi as pak. E çova përsëri në spital kur mbëritëm, ai kishte pasur 2 kriza. Ai ishte fizikisht i paaft në ato pikë dhe mezi fliste. 5 ditë më vonë Taylor bëri një skanim CT dhe ai zbuloi një lezion në trurin e tij. Një javë më vonë Taylor bëri një skanim pasues. Të nesërmen ai bëri një biopsi. Një javë më vonë thanë se Taylor kishte një glioblastom të gradës 4. 3 javë më parë, ai ecte dhe fliste dhe tani nuk mund të bënte asgjë vet. Ai ishte thjesht një trup në atë pikë. Taylor u nxor nga spitali për të ndëruar jetë paraprakisht në shtëpi, ka thënë motra e tij. Glioblastoma është një lloj kanceri agresiv i trurit pa kur të njohur. Rreth 3200 njerëz në Mbretërinë e Bashkuar diagnostikohen çdo vit, me vetëm 1/3 që mbijetojnë përtej 12 muajve. Mbijetesa mesatare është midis 12 dhe 18 muajve. Për vllajin, Ella u shpreh, gjithçka ndodhi kaq shpejt dhe ai u përkeqësua kaq shpejt. Taylor ishte një vlla i madh i mrekullueshëm, ai ishte qesharak dhe i sjellshëm, lloj vllai tek i cili shkoja për çdo gjë. Ne të dy jetonim me gjyshen ton dhe ishim të pandashëm. Isha e shqetësuar që nuk mund të bëhej asgjë për të. E dija që mund të merrje kancer kudo në trup, por nuk e kuptoja sa keq të prek nëse është në tru. Ka mundësi shumë të kufizuara trajtimi krahasuar me kanceret e tjera, tha ajo.